Asnjë qytetar i komunës së Ushtrisë nuk mund të jetë indiferent karshi investimeve të kryera në këtë komunë nga koha ku Mulaku dhe PDK-ja kanë qeverisjen komunale. Gjatë këtyre viteve në Ushtri u asfaltuan 230 km rrugë. U kubëzuan 20 km sosh. U shtruardhja të kanalizimit në rreth 100 km. Është në përfundim ndërtimi i fabrikës së ujit të pishëm. U ndërtuan e renovuan tërësisht 89 objekte shkollore. U ndërtuan 22 ura, 16 objekte të ambulancave e shumë projekte të tjera investive, të cilat jo vetëm që kanë rritur cilësinë e jetës së qytetarëve, por edhe ka hapur perspektivën për zhvillimin e iniciativës private dhe të zhvillimit. Totali këtyre investimeve kap shifrën prej 55.844.436 eurove. Voto Bajram Mulakun për kryetar komune.